Presheva ishte vend takimi shumë afarist dhe shqiptar, shoqatave të bizneseve dhe përfaqësuesve të shteteve të Kosovës, Shqipërisë e Maqedonisë së Veriut për konferencën e tretë Ekonomia shpëton luginën, të organizuar nga Unioni Afaristëve, Vizioni për Preshevë, Medveç dhe Bujanoc. Në këtë organizim u vukur themeli i hambarit të luginës, ku kjo pikë grumbulluese për produkte bujqësore po vlerësosi një prej projekteve kryesore që do të ndikojnë në zhvillimin ekonomik të luginës. Pse kjo konferencë e tretë ekonomike u vlerësua si më e rëndësishme deri më tani nga kryetari i Unionit Afarist, Xhelal Mehmeti. Çfarë thanë kryetarët e komunave të Preshevës e Bujanocit, përfaqësues të shtetit të Kosovës, Shqipërisë e Maqedonisë së Veriut? Çfarë u diskutua nga afaristët në panelet që u mbajtën në këtë konferencë? Nga cilët sektor ishin bizneset pjesëmarrëse të cilat zhvilluan edhe takime B2B. Për të gjitha këto, ndiqni emisionin Economics të martën nga ora 20:20.